Mimbrëma në edicionin qendror do të ndiqni bum për turizmin, por vetëm 1/4 e pushtuesve të huaj deklarohen në hoteleri. Bizneset shmangin deklarimet për taksa. Qytetarë nga 125 shtete vizituan Shqipërinë në 6 muaj. Gjithashtu, veçojmë edhe tituj të tjerë. Vendbanimi i lirë lihet në arrest. Në Gurzez nuk ka infrastrukturë për ta vizituar. Mbetet e mbyllur edhe teqeja 400 vjeçare. Braktiset e gjithë zona. Privatizohet shkolla e parë shqipe e Vashave në Korçë, ndërtesa e qiriazëve protestant i kalon kishës ungjillore, do të shërbej për muze, por edhe për besimtarët. Diversion politik në mes të gushtit, Berisha zbulon Komisionin e vlerësimit të figurave në Partinë Socialiste, paralajmëron ndryshime të forta në shtator brenda të majtës. Policia arreston Ylli Zallën, një ditë pasi denoncoi se ju vu Triton në banesë. Akuzohet si furnitor i armëve dhe merr pjesë në atentatin në Rinas ku vra Gilmando Dani. Të nderuar teleshikues, edhe mirë se vini në edicionin qendror këtu në A2CNN. Turizmi patriotik mbështetëroi edhe këtë vit. Në 6 muaj janë 2.2 milion shqiptarë të Kosovës që kanë kaluar pushimet në vendin tonë, duke u bërë një mbështetje e shtuar në rritjen ekonomike. Sipas të dhënave të Instat, në vend të dytë renditen e migrantët që vijnë prej Adriatikut dhe shtetasit e Italisë. Ndërkaq Shqipëria po zgjeron hartën turistike me vizitor nga 152 vende të botës. Zbulohen edhe 6 shtete nga ku nuk ka ardhur asnjë turist. Gati gjysma e turistëve që vizituan Shqipërinë në harkun e muajve janar-qershor janë nga Kosova. Jeni e Kosovës? Po. I sa ti vitesh që vini pushoni këtu? Po, çdo vjet. Kur u liberalizuan vizat në Kosovë, ne sigurisht u lumturuam shumë, po pati edhe një lloj frike se s'do vinin më pushtuesit nga Kosova. Çfarë ju bën juve që të vini në Shqipëri? Po, gjithçka kena mundësi për me orë. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se nga 5 milion të huaj në total, 2.2 milion janë shqiptarë të Kosovës. Italianët renditen të dytët me mbi 430.000 pushues. Jemi nga Parma dhe kemi ardhur si grup shoqëror. Shqipëria është kaq afër dhe shpenzimet janë thuajse minimale. Vitet e fundit në fakt është vënë re që kemi vizitor edhe nga vendet e huaja, domethënë nuk kemi vetëm rajonin i cili e viziton Shqipërinë, si për shembull Kosova, sepse nuk e ka detin dhe vjen tek ne, por kemi shumë vizitorë edhe nga vende të tjera, po përmend këtu Hollandën, Gjermaninë, po përmend këtu Anglinë, shumë vinë nga vendet nordike dhe po ashtu dhe nga Amerika. Lista pasohet nga turistët e Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Greqisë dhe Gjermanisë. Vetëm në gjysmën e parë të vitit, territorin e vendit e vizituan qytetarë nga 152 vende të ndryshme të botës. Ka shumë që kanë lexuar për Shqipërinë më përpara, informohen më herët, e din shumë mirë se çfarë duan të vizitojnë, ashtu siç kanë dhe nga ata që vinë pa plan, pa program dhe kërkojnë informacion se çfarë mund të vizitojnë në Shqipëri. Mund të kemë parë për shembull Berati, patjetër që shet shumë për arsye se qytet në UNESCO. Valbona shet sepse ofron turizmin malor dhe po ashtu deti jon është, domethënë e ka bërë reklamën e vet dhe tani pret që të korri frytet asaj pune që është bërë. Shqipëria nuk ka pasur asnjë turist në harkun e muajve janar-qershor, ndërkohë nga Kongo, Eritrea, Monaco, Quinoa, Bahamas dhe Belize. Numri në rritje i turistëve nuk po reflektohet plotësisht në ekonomi, sipas të dhënave vetëm 1/4 prej tyre deklarohet se ka qëndruar në struktura akomoduese. Pjesa tjetër paguan në informalitet ku bizneset apo pronarët e banesave me qira nuk i deklarojnë fitimet. Madje situata nuk ka ndryshuar as pas projekti për kontrolle të prenotimeve online. Vetëm 1/4 turistë që hyrin në Shqipëri në gjysmën e parë të vitit fjeti në një nga hotelet, bujtinat apo apartamentet me qira ditore të vendit. Kjo të paktën sipas të dhënave zyrtare apo ato që raportojnë vetë bizneset. Nga mbi 5 milion vizitorë të huaj, të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se më pak se 1.2 milion prej tyre u regjistruan të paktën një natë, ndërsa të tjerët kanë qëndruar në strukturat pa deklaruara. Historiku ekonomik në Shqipëri ka treguar që në kulmin e sezonit turistik, pra po themi maj, qershor, korrik dhe gusht, ne kemi një numër më të madh njësisë akomoduese të cilat funksionojnë jashtë sistemit fiskal, që pra punojnë sezonale,
nuk kanë nipte fare dhe institucionet shtetërore kanë shumë të vështirë që ti kontrollojnë në atë fluks, sepse janë shumë gjëra për të kontrolluar në të njëjtën kohë. Thirrjet e qeverisë shpesh të shoqëruara me paralajmërime për gjoba, por reflektojnë pak në shtimin e deklarimeve nga strukturat akomoduese. Në krahasim me janar-qershorin 2025, shtesa është vetëm 19%. Tregu i qiradhënies ditore vijon të bizotërohet nga informaliteti dhe pagesat në dorë. Rezervimin e bëra online, por pagesën e kryeva vetëm pasi mbrita në Shqipëri. Në fillim kisha pak pasiguri sepse nuk e njihja personin apo apartamentin, por në fund vendosa ta bëja sepse çmimi ishte më i favorshëm. Për një turist çmimi shpesh është një faktor i rëndësishëm në këtë zgjedhje. Hotelerit kryesojnë me deklarime me pak më shumë se 1 milion të regjistruar, ndërsa nga apartamentet me qira ditore pati vetëm 84.420 akomodime të raportuara. Do shta ne jemi ndër të fundit vendet Bashkimit Evropian të cilët po mendojmë të taksojmë apo të tarifojmë në një farë mënyre të ardhurat që vinë në formën e booking apo Airbnb-ve. Dhe kjo do të jetë një e mirë e nevojshme për ekonominë, por dhe vetë ata që menaxhojnë këto njësi akomoduese, të cilët për momentin nuk e kuptojnë. Të dhënat nga Ministria e Turizmit tregojnë se vetëm 1850 apartamente me qira ditore janë të regjistruara tentative dhe pagojnë taksa e tarifa. Instagrami, TikToku apo Facebooku nuk janë më thjesht hapësira ku shpërndahen foto, video dhe opinione. Për shumë persona janë kthyer në një biznes më vete, ku një postim, një video apo një reklam mund të gjenerojë të ardhura. Dhe pikërisht kjo ekonomia e re online po hyn në fokusin e administratës tatimore. Pas ndërtimit edhe tregut imobiliar, radha e ka ardhur tregtisë dhe shërbimeve online, ku në fokus janë edhe aktivitetet e influencerave dhe personave që monetizojnë për mbajtjen e tyre në platforma digjitale. Në këtë moment do të lidhemi me gazetarin ton Mario Braka, i cili na bashkohet pikërisht për të folur për këtë temë. Mario, unë të përshëndes edhe mirë se vjen. Pyetja e parë që bëhet sigurisht është kurioziteti se kur një influencer fiton para nga një postim apo bashkëpunim me një kompani, kur do të konsiderohet kjo si një e ardhur që duhet deklaruar dhe duhet statuar? Në të gjitha rastet, sa herë ata bëjnë marketing, bëjnë ato që njihen ndryshe si gift, marrin të ardhura nga ato dhurata të cilat janë tokera në TikTok apo dhe në platformat të tjera të rrjeteve sociale, reklama që ata kryejnë në Instagram, të ardhurat të cilat i gjenerojnë nga shikueshmëria e videove në YouTube, ku matet streaming live, shikueshmëria e videove, qëndrimi në kohë reale aty, gjithçka le të themi të cilët ata fitojnë nga rrjetet sociale, nga platformat online, drejtoria e përgjithshme e tatimeve tashmë i ka futur në lup. Do duhet të themi në fakt që kjo ligjërisht do duhet ishte zbatuar prej 1 janarit të vitit 2024, aso kohë Ministria e Financave hartoi edhe një projekt ligj i cili do të bënte të mundur kontrollin e të gjithë influencerave dhe atyre të cilët gjeneronin para nga rrjetet sociale, një politikë kjo që në fakt në gjithë botën funksionon e tillë, do duhet paguanin 15% tatim mbi të ardhurat, siç dhe individët ne të cilët punojmë paguajmë detyrimet, taksat dhe tarifat çdo vit. Nga ana tjetër, pati në vitin 2025 një fushat ngjashme nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, por që nuk funksionoi, duke marrë në konsiderat, le të themi, një shumatore, një racionale që tatimet kanë bërë, janë 2, 3 apo edhe më shumë milion euro të ardhura që individ të ndryshëm në Shqipëri, rreth 2000 për llogaritë e numrit të tyre, disa me fitime më të mëdha, disa më të ulta, por që mesatarisht secili prej tyre ka gjeneruar deri në 100.000 euro të ardhura vetëm për gjatë vitit 2025 dhe për këto nuk janë taksuar, kështu që drejtoria e përgjithshme e tatimeve do të nisë një fushat prej muajit shtator për të vënë në skaner të gjithë këta individ, cilët do duhet që të deklarojnë të ardhurat e tyre dhe të paguajnë një pjesë si çdo kusht tjetër bën në arkën e shtetit. Nëse flasim marrë për këtë fenomen të mosdeklarimit të ardhurave, pyetja vjen që sa i madh është ky fenomen? Sa shumë nuk deklarohen të ardhurat nga influencerët dhe aktivitetet që zhvillohen përmes platformave online?
është një fenomen shumë i përhapur, rreth 23% e ekonomisë shqiptare sipas përcaktimeve të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në fakt, në Shqipëri është informale edhe më i lartë është kjo shkallë e informalitetit në këtë industri të re, në këtë biznes që për hir të vërtetës është shumë fitimprurës dhe këtu i referohem vetëm Kosovës, që përgjatë vitit të shkuar administrata tatimore në Kosovë arriti të gjeneronte 1.2 milion euro të ardhura vetëm si pasojë e këtyre fitimeve. Në këtë rast unë do të kërkoja ndihmën e ekspertit IT Shahin Dokuzi, i cili do ta ndihmonte pak më shumë, le të themi për shkallën e informalitetit, për të kuptuar se sa e përhapur është informaliteti. Në këtë rast do të ishte 100% sepse influencerat në Shqipëri nuk paguajnë apo le të themi kemi informacione të ndryshe ne. Jo, nuk paguajnë, përveç kësaj që ku doli lajmi që në 2024 do të tatoheshin me 15%. Tani është një skem tjetër, pasi mund të hapin llogari në banka online në euro dhe mund t'i marrin para direkt aty. Pra, nëse administrata tatimore do mund t'i kapte le të themi shumë kollaj para që vijnë, pra nëse unë jam një influencer dhe marr para tek X Bank, normalisht di që kjo para ka ardhur nga jashtë Shqipërisë dhe për këtë shumë mund duhet ta justifikoja ose të më merri 15%. Në këtë rast kanë filluar që ta hapin llogari online. Pra mund të hapësh në banka online në Europë dhe parat i marrin aty dhe në këtë nuk deklarojnë asgjë, domethënë. Kështu që edhe kjo pjesë mund ta anashkalohet disi. Përveç kësaj nuk është se janë vetëm influencerë, por ne kemi edhe shumë shitblerje online, gjë që dëmtojnë përveç taksave edhe konkurrencë, pra nëse dikur shet njëjtin produkt por në një dyqan fizik paguan kontabilist, tatime, sigurime, ndërkohë që njëjti produkt mund shitet online, të ndahet me motor. Pra ti po thuaj që gjithmonë ka shtigje që në këtë rast influencerat gjejnë për të mos paguar detyrimet. Edhe në këtë rast si drejtoria e përgjithshme e tatimeve do të nisë një aksion për shtatorit? Po, le të nisi, pra nuk ka se si ta bllokoj. Pra teknikisht nuk mund të bllokoj të ardhurat e mia nëse nuk zbresin në Shqipëri. Unë mund të hap një llogari online, domethënë ka banka online që mund të hap llogari dhe ti marr parat atje. Mund të hap një kartë pastaj dhe ti shpenzoj gjithë parat me kartë. Pra ne shkoj ble me kartë, çfarë do lloj gjë me kartë, kështu që anashkalova parë në Shqipëri, pra për sa kohë nuk sjell para në Shqipëri, nuk ka se si të di sa unë fitoj edhe çfarë të më mbaj. Teknikisht do t'i bllokonte vetëm në faktin kur i sjellin para në Shqipëri dhe kuptoj që është sjellur, do të thënë këto para kanë ardhur le të themi nga pori TikTokut apo si do të jetë, kështu që do të mund të mbante direkt 15%. Po Kosova, një shtet jo relativisht, por shumë i ri se sa ne, me institucione më të reja, si ka bërë të mundur që të kontrollojë, të vjel atë që i takon dhe ne nuk arrim dot ta bëjmë? Kosova ka 3% për sa flasim për këtë tatim mbi të ardhurat nga rrjetet sociale le të themi ose influencerë, ashtu që ndoshta për 3% të ardhurave bruto nuk do ta kishin problem, po 15% do të duket cili do pakës më shumë, kështu që do gjej një rrugë për ta anashkaluar. Pra i bie që Shqipëria ka vendosur pesë më të lartë dhe ndoshta kjo ka sjell ose që çfarë apo si ta devijojnë domethënë këtë tatim. Suela, me perceptim, por edhe deduksion logjik, do të thoja që veçanërisht në këto gati 3 muaj protest, influencerat kanë fituar edhe më shumë para për hir të vërtetës, kanë pasur më shumë shikueshmëri në rrjetet e tyre sociale dhe online, kështu që duket sikur edhe ky aksion i radhës i tatimeve shkon pikërisht për të grumbulluar edhe më tepër para, sepse këta të fundit në një farë mënyre kanë gjeneruar më tepër të ardhura. Nuk e di nëse kemi një pyetje tjetër për Shahinin? Mbase për ty ose për Shahinin nuk e di se kush do të përgjigjet, por pa diskutim që lind pyetja se si tatime do ta arrijnë që ta kontrollojnë të treg. Do të ketë një mënyrë për të gjurmuar pagesat, bashkëpunimet me kompanit, apo të ardhurat që vinë drejt për drejt nga platformat e tilla siç janë TikToku, Instagrami dhe YouTube. Do kisha dëshirë që ta sqaronit më mirë, me aq informacion sa edhe keni, kuptohet. Po, dhe duke ju referuar le të themi modeleve të ngjashme, po flisnim pak më herët për Kosovën, e cila ka bërë të mundur që të kontrollojë njerëzit e pasur, të kontrollojë të ardhurat që vinë nga qiradhënia ditore, nga apartamentet, por edhe nga strukturat hoteliere, të kontrollojë influencerat, madje edhe jeta artistike atje, këngëtar, por edhe le të themi të fushave të ndryshme të profesioneve, të cilat në Shqipëri vijojnë që të jenë të parregulluara, në fakt atje janë rregulluar, kontrollohen nga administratat tatimore dhe paguajnë para që në fund futen arkën e shtetit e pas kthehen në investime për qytetarët, për ndërtohen shkolla, investohet në shëndetësi e tjerë, ndërkohë që në rrafshin teknik sërish do të kërkoja ndihmën e Shahinit për të kuptuar se si teknikisht mund të bëhet e mundur nga administrata tatimore, ndoshta edhe ish drejtoria e përgjithshme e parandalimit pastrimit parave, aktualisht Agjencia për Inteligjencë Financiare, apo ndoshta edhe organet të tjera ligjpatuese për të bërë të mundur vjeljen e këtyre të ardhurave që në fund të ditës i takojnë shtetit. Ka 2 forma, normalisht dihet llogarit
le të themi të marrim rastin e TikTokut apo cili dorë social, se si e kanë, do të thënë nëse raportojnë llogaritë e influencerave në rrjetet sociale, ata mund t'japin feedback se sa para ka fituar, le të themi, Shajni, Mario apo kushdo. Është si në rastin e Booking e di llogarinë e gjithë secilit, kështu që ka detyruar që ose të vendosi NIP ose do t'ja marrë direkt pagesën. Megjithëse besoj se kjo formë do të ishte më e papërshtatshme ose të paktën TikTok nuk është se do të jepte llogari se sa fiton secili në akauntin e vet. Pjesa tjetër do të ishte që Banka e Shqipërisë t'i çojë email le të themi regulatorit evropian të bankave se cili resident shqiptar ka hapur llogari dhe kjo është shumë e thjeshtë për të marrë vesh. Pra nëse unë hap një llogari në Europë, sikur edhe ndodh tani me banka online, kushdo mund të hapi llogari, normalisht unë e kam residencën në Shqipëri dhe duhet paguaj taksa në Shqipëri, por duke qenë se nuk kanë le të themi marrëdhënie ose le të themi deri në këtë pikë, do të mund të ishte mundur qëse administrata të dëmon se Banka e Shqipërisë do të mund të kërkojë për çdo rezidencë të shtetit të vet, secili ka hapur llogari në Europë dhe aty do të merrë vesh i gjithë le të themi evazioni apo sa para ka kaluar gjithë secili. Edhe një pyetje, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vlerëson se mesatarisht secili individ nga këta influencer ka gjeneruar 100.000 euro të ardhurat, nëse ne do të bënim një lloj përllogaritje me pagën mesatare në Shqipëri, atëherë një individ nuk gjeneron më shumë se sa 10.000 euro, kështu që 10 fish më shumë një influencer se sa një individ. 100.000 euro, mos ndoshta është një shifër disi e fryrë apo vërtet fitojnë kaq shumë para? Ka raste të ralla që janë, normalisht është një shifër e fryrë, po nga sa kemi kuptuar apo nga sa janë shprehur, mund të shkojë një post edhe në 1.000 euro, pra një post, edhe këtu bëhet fjalë për shumë shitje. Pra nëse unë jam një dyqan, le të themi fizik robar dhe një influencer ka 100.000 ndjekës, unë do të mund të jepja 1.000 euro, pasi janë 100.000 ndjekës dhe vetëm 1% sikur blinte, ai 1.000 euro do të më kthente në shumë më shumë shitje, kështu që edhe marrin, domethënë normalisht jo gjithë, sepse disa mund ta kenë dhe si punë përditshme, pra thjesht fakti që të punojnë si të pavarur dhe jo tek dikush tjetër, por që ka edhe shifra që mund të arrisë nga influencer shumë më ndëndëm. Nuk e ka të sigurt shifrën as Shahini, por e sigurt është që së shpejti, së afërmi, ndoshta prej fillimit shtatorit, prej datës 1, do të kemi aksione nga tatimet, cilat do të kontrollojnë influencerat dhe çdo tjetër që gjeneron para online për t'ju marrë këtyre të fundit paktën 15% nga ato parat cilët kanë arritur që t'i marrin format ndryshme, sigurisht konform ligjit, por që duhet të paguajnë taksat e tatimet në Shqipëri. Mario, unë të falenderoj shumë për informacionin që sollet, falenderoj për këtë intervistë, falenderoj edhe ekspertin e IT-s Shahin Dokuzi edhe punë të mbarë të dyve. Ndërkohë të nderuar televizionistë, ne vazhdojmë dhe flasim për turizmin. Një ndër zonat që mund të shfrytëzohet për turizëm është dhe qyteza i lire e Gurzezës. Por pa rrugë dhe lënë në hares, këtë vit shënoi vetëm 2 turistë që e vizituan, ndërsa edhe ata pak banor të mbetur paralajmërojnë largimin. Kjo është rruga që duhet të përshkosh me një mjet të lartë për të shkuar në një ndër vendbanimet më të lashta i lire në vend, i cili mban në mes edhe të qenë 400 vjeçare të Babare Fatit. Gjithashtu, kjo rrugë, nëse mund të quhet e tillë, penalizon disa nga banorët e zonës së Gurzezës që banojnë përgjatë saj. Penalizon thuajse të gjithë banorët që kanë tokat, si dhe ato që përcjellin për në banesën e fundit të afërmit e tyre. Ne kemi shumë të nevojshme të kësaj, se kemi lartë vendin e mirë, vemi falim e bëjmë lutet e Perëndia, kemi barreza, kemi tokë, kemi udhim, edhe tashi me gomane s'kemi sa gatë sot që të vemi të punojmë tim ne të bëjmë tashi. Është shumë e nevojshme për Gurzezën. Tashi ne në 2026 akoma kaloj me kafsh, sepse bashkis neve i japim lek komunës taksat të papara, edhe atje akoma arrin të veç me kafsh. Gjendja e kësaj rruge, që sa vjen dhe bëhet më e keqe, ka bërë që të rallohen edhe ato turistë që vinin me motorat e lartë dhe që u pëlqente turizmi aventurës. Turizmi atje është një fantaksi që shikon brigjet e Italisë, shikon të dalë që atje në majtë, shikosh Italinë. Tashi turistët këtë vit, që jemi në 2026, ju në kemi masë 2 turistë kanë parë gjitha. Kur nga vitet e tjera kanë ardhur, po me vështërsi me motora, me kupton ato motorat e mëdhenj që vinë lart, edhe kanë kërkuar si ka mundësi që rrugë mos bëhet. Ndërsa rruga po vështirëson edhe besimtarët e shumtë që duan të shkojnë tek Teqeja. Edhe besimtarët të kundi janë reduktuar, domethënë këtë vit ka qenë më e keq nga gjitha viteve. Problemi i rrugës.
se rruga është problemi ajo që jep turizmin, jep të gjitha të mirat për lart ngurëzes. Sistemimi i kësaj rruge do të thoshte një frymëmarrje për këtë zonë, një mundësi për të frekuentuar nga më shumë turistë dhe lehtësim për banorët për të zbritur prodhimet e tyre bujqësore. Duke mbetur tek turizmi dhe resurset në Shqipëri, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës do të krijojë më shumë lehtësi për vizitorët, ndërsa punimet e aty inspektoi sot ministri Enea Karakaçi. Jemi sot te zgjerimi i Tiranë-Durrës, faza pasuese, faza 3 që e quajmë ne. Pas dy fazave që janë përmbyllur në mënyrë suksesshme dhe që është e dukshme se pasi trafiku është zhvilluar me 3 kursi deri në mbikalimin e Rinasit, tashmë jemi në punimet për përfundimin e zgjerimit dhe në drejtimin e Limutit. Ndërkohë ne kemi folur që duhet të gjejmë edhe një zgjidhje ndërlidhjes. Duhet kemi vendosur një rrethrodollim aty rreth mbikalimit të Rinasit që kemi sakt ministër, sepse është e rëndësishme, e kanë ngritur bizneset dhe banorët që përndryshe siç është projekti duhet që banorët ose bizneset të shkojnë deri në Vorë ose deri te Casa Italia për të bërë kthimet përkatëse. Ndërkohë ne po përpiqemi që të gjejmë zgjidhje teknike se si të bëjmë aty le të themi një mundësi kthimi për ato banorë dhe për të dalë në mënyrën e Rinasit. Pak më parë këtë po diskutonim dhe me kontraktorin, i cili po përgatit një propozim që ta sjellin në këshillin teknik dhe të cilin ne ta vlerësojmë. Them se duhet parë me kujdes sepse ajo mund të jetë burim me trafiku në atë moment dhe që të gjejmë një zgjidhje sa më të përshtatshme. Absolutisht e vërtet, kjo është në fakt edhe gjithë le të themi meraku rezervimi jon aty, sepse hapësira është e tillë që ne nuk mund të bëjmë një rrethrodullim me diametër gjerë që të lejojë aksesimin e rregullt edhe të mjeteve të mëdha pa kamionët aty që janë mjetën me gjatësi. Ndërkohë, afati i kontratës kur është? Atë kjo është kontratë që ka afat 18 mujor, është lidhur në nëntorin e shkuar dhe përfundon në prill por kjo si kontratë përfshin shumë elementë, pasi janë barrierat akustike për në qendrave të banuara ose dhe bizneseve, janë riveshjet shtresave asfaltike në mbikalimin e Casa Italias, është riveshja e tuneleve të sheshit Shqiponja, kemi gjithashtu disa përmirësime që ndodhe rrugëve dytësore në nënkalimin e Limutit, gjithashtu është edhe gjithë gjelbërimi. Por patjetër është pjesë, le të themi edhe duke qenë se jemi në hyrjen e Tiranës, në hyrjen e kryeqytetit, patjetër Arrëshëja ka patur një vëmendje të shtuar për ta patur dhe estetike, duke qenë se është edhe porta ndërlidhëse midis Rinasit dhe Tiranës. Shkolla e Varshave në Korçë është një tjetër ndërtesë simbole historisë, por e mbetur jashtë vëmendjes. Një sinjal optimist vjen nga Kisha Ungjillore që ka vendosur ta restaurojë duke e kthyer në muze. Në deklaratë thuhet se do të respektohet besimi protestant i qiriazëve. E shpallur monument kulture mbi gjysmë shekulli më parë, godina e shkollës së parë të Varshave në Korçë, një prej monumenteve që kanë shënuar përpjekjet e para për mësimin dhe për hapjen e gjuhës shqipe. Nuk ka parë asnjë përkujdese nga shteti, të paktën për të shpëtuar godinën. Por me sa duket tashmë këtij objekti duket si është ngjallur një rrezë shprese, jo vetëm për ta shpëtuar fizikisht, por edhe për ta kthyer në një muze që të tregojë historikun e saj. Dhe kjo shpresë po vjen nga komuniteti i Kishës Ungjillore, të cilët e kanë privatizuar objektin dhe kanë nisur hartimin e projekteve për shpëtimin, restaurimin dhe kthimin e saj në një muze. Ne kemi studiuar jetën e qiriazëve, por jo vetëm. Kemi studiuar jetën e shumë Amerikan, Anglez dhe Shqiptar edhe Bulgar që janë marrë me lëvizjen protestante shqiptar në një formë ose një tjetër. Sigurisht një ndër gjërat kryesore që kanë bërë protestantët është botimi i Biblës në gjuhën shqipe në një kohë kur nuk çakullonte libri shqip fare, ku takimet fetar nuk zhvilloheshin në gjuhën anëtare. Dhe kur fillojmë epokën e botimit të Biblës, ishte një problem, askush nuk lexonte shqip. Atëherë, aktorët e lëvizjes protestante fillojnë të merren me arsimimin e fëmijëve, me abetare, me libra për fëmijë, dhe një ndër aksionet kryesore ose punët kryesore të tyre ishte hapje
një shkolle për vajza. Ishte vizioni i Gerasim Qiriazit në bashkëpunim me Alexander Thompson, një skocez. Edhe kanë ardhur këtu në këtë qytet në rreth vitit 1890. Jashtë kameras, përfaqësues të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Korçë janë shprehur se angazhimi i tyre do të jetë thjesht në miratimin e projektit, duke ruajtur karakteristikat e fasadës dhe godinës. Ndërsa mbetet për tu parë, nëse muzeu që pritet të hapet do të jetë për hapjen e shkollës së parë shqipe të Vashave, apo një miksim edhe me aktivitetin e kishës ungjillore në qytetin e Korçës, që në fundin e viteve 1800 në vazhdim, pasi dihet që godina e shkollës së Vashave është përdorur edhe për meshat dhe aktivitetin e kishës ungjillore. Me pushime duket se janë pothuajse të gjithë politikanët, por të hënë Sali Berisha është kthyer në Seli duke bërë një diversion ndaj të majtës. Sipas tij, në Selin Rozë është krijuar një komision i vlerësimit të figurave dhe i pari thotë se do të ikë kryetari i kuvendit. Pushimet e gushtit nuk i kanë shuar për plaset politike. Sali Berisha këtë të hënë u rikthye në Partinë Demokratike, duke shigjetuar ministrat e deputetët e majt dhe duke zbuluar sipas tij se mes tyre ka nisur përçarjet. Madje ai paralajmëroi se gjithçka do të dalë në sipërfaqe në vjesht. Për mediat, ai tha sekretari i grupit parlamentar të majt ka ngritur një komision për monitorimin e rrjeteve sociale. Viktime e parë e komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi, i cili, si pas Ballës, është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. Pritet zëvendësimi i shpejt i Peleshit me Ballën. Jo vetëm Peleshi, por Berisha thotë se do të ketë lëvizje të tjera në qeveri. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Kryetari i Partisë Demokratike riktheu sërish vëmendjen në dosjen Aruba, ku sipas tij pjesë e saj janë ministra dhe zyrtar të tjerë, por po mbajnë të fshet. Nuk nxjerrin emrat e ministrave që ishin në Aruba. Sepse kjo do t'ishte colpo di grazia, goditja e mëshirës përfullimtare për padrinon dhe shtetin e tij, narkoshtetin e tij. Referuar ngjarjeve të fundit kriminale në vend, për Berishën shteti është dorëzuar përballë krimit, por shton se azorheqja e ministrit të Brendshëm nuk e zgjidh situatën. Lamollari nuk duhet ishte kurrë aty, por asgjë nuk zëvendëson dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës nga detyra. Lëm pas lajme që vinë nga turizmi dhe nxehtja e politikës duke u ndalur tek kronika, policia ka vënë pranë nga shtetasin Ylli Zalla si akuzuar për armët që u gjetën në banesë pak më parë, por edhe si dyshuar për përfshirjen në atentatin në Rinas, ku humbi jetën Gilman Dodani. Një ditë pasi vendosën tritol në banesë dhe shfaqjes në media sociale, policia ka arritur që të arrestojë të shumë kërkuarin Ylli Zalla. Operacioni koduar Fundi Arratis mobilizoi forcat e Renea, strukturat e posaçme operacionale, Policinë e Tiranës dhe të Krujës. I shpallur në kërkim që në vitin 2025 për atentatin në Rinas, Zalla mësohet se fshi pranë banesës së tij. Policia bën me dije se në momentin e arrestimit, i shumë kërkuari Zalla ishte armatosur me Kalashnikov. Ylli Zalla ishte një emër i njohur për policinë, por vëmendja u shtua pas shpërthimit të një sasie tritoli në banesën e tij. Lidhur me shpërthimin, autoritetet u njoftuan nga bashkëshortja e Zallës, e cila ndodhet në Itali. Hetimet e deritanishme ngre ndryshime se eksplozivi mund të jetë vendosur nga vetë Zalla, por ai pak orë para arrestimit u shfaq publikisht përmes një video në rrjetet sociale dhe e mohoi këtë version. Tashmë Ylli Zalla do të përballet me drejtësinë për akuzat që lidhin atë me atentatin në Rinas, ndërkohë vijojnë hetimet për shpërthimin me eksploziv në banesën e tij. Pas pak do të ndiqni Donald Trump kërcënon me sulm ushtarake dhe Omanin. Deklarata vjen pas lajmeve se po ndërhynte në negociata me Iranin për lëvizjen e anijeve në Hormuz.
Jemi rikthyer sërish të nderuar teleshikues me edicionin qendror këtu në A2 CNN, mbetemi sërish tek lajmet nga vendi. Policia ka nisur gjobitjen për automjetet të cilat lëvizin me shpejtësi të ulët si në qytet, por edhe duke bllokuar kursin në shpejtësisë në autostradë. Në aksion janë përfshirë edhe verifikimi i makinave, po edhe motorëve që krijojnë zhurmë apo xhirojnë gomat. Së bashku me turistët në muajin gusht shikon në rrugët e Tiranës një numër të shtuar të makinave luksoze. Ka prej tyre që në qendër të kryeqytetit lëvizin me shpejtësi të ulët. Në autostradë rastet e përditshme janë shpejtësia të lartë, por ndodhe dhe kundërta në korsinë e shpejtësisë, bllokohesh nga mjetet që lëvizin ngadalë. Si radhë më parë, policia ka vendosur gjoba nga 10 deri në 15.000 lekë për lëvizje me shpejtësi të ulët, ku prej kanë qenë pikërisht makinat luksoze. Madje, këto makina konstatohen edhe pa siguracion. Etjes për të tërhequr vëmendjen i shtohen edhe makinat e motorrat, që krijojnë zhurma apo xhirojnë gomat. Adrenalina që morën me veprimin do të ketë një faturë gjobe për të paguar. Nuk mungojnë as rastet kur mjeti me rimorkjo bllokon qarkullimin dhe mbart pasagjer jashtë kushteve të sigurisë. Në vetëm 40 orë, policia e kryeqytetit thotë se janë vendosur 3012 masa administrative. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi të bombardojë Omanin nëse siç tha ndërhyn në negociatat mes amerikanëve dhe Iranit. Omani është aleati i Washingtonit dhe po negocion me Teheranin për i hapjen e Hormuzit. Më herët Irani kishte thënë se dy vendet kishin arritur një marrëveshje. Një kërcënim i fortë nga Donald Trump ka tronditur lindjen e mesme. Presidenti amerikan paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të bombardojnë Omanin, një aleat i Washingtonit, nëse Muskati ndërhyn apo pengon negociatat e administratës së tij me Iranin. Deklarata sipas Fox News është bërë gjatë një bisede telefonike të hënën, ku Trump pretendoi gjithashtu se SBA ka një kanal të drejt komunikimi me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit, por Teherani e mohoi menjëherë këtë pretendim. Asnjë bisedim nuk po zhvillohet me zyrtarëve të Gardës dhe amerikanëve. Kjo gënjeshtër e Trump ushqehet nga fantazitë e shkaktuara nga iluzionet dhe makthet që po pëson si pasojë e disfatës dhe dëshpërimit në luftë. Kërcënimi i Trump erdhi pasi zyrtarët iranian thanë se kishin arritur një marrëveshje me Omanin për transportin detar përmes ngushticës së Hormuzit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bagei u tha gazetarëve në Teheran se kishte mirëkuptim lidhur me hartën e itinerarit të tranzitit. Reuters, që citon një zyrtar iranian, raportoi më herët se Teherani do të kërkonte tarifa prej 5 deri në 7% të çmimit të ngarkesave në anijet që do të kalojnë në Hormuz. Mes mungesës së përparimit diplomatik, kreu i Shtëpisë së Bardhë tha në një reagim të hënën se qëllimi i tij numër 1 ishte që Irani të mos ketë në asnjë mënyrë dhe asnjë formë armë bërthamore. Megjithatë, për Fox News deklaroi se nuk e ka menxitim të jap fund luftës. Zhvillimet e reja vinë në një moment delikat pasi memorandumi 60 ditori mirëkuptimit mes SBA-s dhe Iranit për vimin e negociatave drejt një marrëveshje përfundimtare skadon të hënën. I dërguari Donald Trump për lindjen e mesme Jared Kushner zhvilloi bisedime të gjata me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu në përpjekje për të ringjallur planin amerikan të paqes për Gazën. Pas takimit, Izraeli theksoi se kishte dakordsi se nuk do të ketë rindërtim të Gazës pa çarmatosin në plot të Hamasit. Sipas raportimeve në mediat izraelite, Netanyahu i ka kërkuar Kushnerit të çarmatosja e grupit militant të bëhet në mbikëqyrjen e Washingtonit dhe jo të qeverisë teknike palestineze. Ndërkohë, sipas CNN, i dërguari Trump i kërkoi kryeministit izraelit të respektojë armëpushimin në Gaza dhe të mos krijojë pengesa për planin e Trump. Izraeli e ka refuzuar planin me 15 pika për paqe në Gaza dhe Hamasi i kërkoi ndërmjetësuesve amerikan ta bindin Netanyahun të ndryshojë qëndrim. Kushner zhvilloi më herët një takim të rrallë me liderin e Hamasit, Khalil al-Hayya, në Egjipt. Sipas burimeve, diskutimet përfshin çështjen e dorëzimit të armëve nga Hamasi, tërheqjen graduale të trupave izraelite dhe krijimin e një force ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. Presidenti amerikan Donald Trump urdhëron kufizimin e ndjeshëm të stërvitjeve ushtarake të përbashkëta me Korenë e Jugut. Ai e shqyrton këtë duke theksuar se ka raporte shumë të mira me diktatorin Kim Jong-un dhe sipas tij Seuli nuk i bashkua fushatës për çarmatosjen e Iranit. Donald Trump në modalitetin e hakmarrjes.
Presidenti amerikan njoftoi se ushtria e tij do të reduktonte ndjeshëm stërvitjet e përbashkëta me Korenë e Jugut, duke cituar marrëdhënien e mirë me liderin e veriut komunist Kim Jong-un. Përmes një mesazhi në Truth Social, ai pretendoi se Seuli ka refuzuar që t'i bashkojë SBA-ve në çarmatosjen bërthamore të Iranit. Këto stërvitje jo vetëm që janë të kushtueshme në shumicën e këtyre kostove të paguara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dërgojnë një sinjal që është krejtësisht i papërshtatshëm ndaj armiqësor, ndaj një vendi që për sa kohë Donald Trump ka qenë president, ka qenë jo kërcënues dhe respektues. Prandaj, dhe bazuar në fakte se është tepër vonë për t'i anuluar, e ka udhëzuar sekretarin e luftës Pete Hegseth që të zvoglojnë ndjeshëm stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Korea e Jugut, sipas asaj që raportojnë mediat ndërkombëtare, po shqyrton komentet e Trump, ndërsa shpreson se një marrëdhënie e mirë mes Washingtonit dhe Penjanit mund të sjellë bisedime domethënëse. Korea e Veriut ende nuk ka komentuar këto zhvillime. Më herët Seuli nënvizoi se stërvitjet ushtarake me Shtetet e Bashkuara do të zhvilloheshin siç ishin përcaktuar më parë. Kjo vjen pasi Korea Komuniste testoi këtë muaj raketa balistike të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Komentet e presidentit amerikan erdhën më pak se 24 orë pasi ai publikoi një fotografi të vjetër të tij me Kim Jong-un në 2019, duke shkruar: "Dy miq të mirë, pavarësisht se kemi pamje jo miqësore në këtë imazh." Evropa vijon të përballet me një sezon të vështirë flakësh dhe temperaturash ekstreme. Një zjarr rekord në Belgjik që dojgjë 3.000 hektar tokë u vu disi në kontroll falëreshjeve të orëve të fundit. 2 persona humbën jetën në Greqi dhe një tjetër në Spanjë. Rreshtit dhe temperaturat më të ulta në Belgjik sollën pak lehtësim për zjarfiksit që po luftojnë për të vënë në kontroll flakët më të rënda të regjistruara ndonjëherë, të cilat po kërcënojnë të arrijnë kufirin gjerman. Një zjarr i madh ka përfshirë që prej së premtes një rezervë natyrore në lindje të vendit, pas një vale të nxehtë me temperatura deri në 37 gradë. Flakët që kanë ndjegur rreth 3.000 hektar tokë në Belgjik janë cilësuar si katastrofa më e madhe ekologjike në pyje. Qindra zjarfikës nga Belgjika, Gjermania, Fqinje dhe Luksemburgu, ashtu si fermerë, ushtarë dhe përforcime nga BE, janë të angazhuar prej ditësh për të vënë situatën në kontroll. Europa po përjeton një verë veçanërisht të vështirë me zjarre të ushqyera nga temperatura teje të larta dhe thatësira ekstreme. Në Greqi një çift të moshuarish vdiq në fundjavë pasi flakët përfshin ishullin e Salamina, ku 500 persona u evakuan me traget. Flakët vjojnë të kërcënojnë Spanjën veri lindore, ku një zjarfikës vdiq të dielën, e po ashtu edhe Portugalin. Siç bëhet të ditur, rreth 90% e vatrave janë të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore, si zjarre në kampe ose cigare të pashuara. Prokurorët në Belgjik kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun e zjarrit. Aeroporti Katanjas në Itali ka vendosur kufizime të reja për shkak të aktivitetit shpërthyes të vulkanit Etna edhe për hapjes së hirit vulkanik në atmosferë. Deri në orën 14 së hënës 17 gusht lejohen vetëm 5 avion në orë për mbërritje, ndërsa fluturimet e nisje vijojnë pa kufizime. Autoritetet u bëjnë thirrje pasagjerëve të kontrollojnë statusin e fluturimit me kompanitë ajrore përpara se sa të nisin drejt aeroportit. Situata është përkecuar pas rritjes së aktivitetit shpërthyes në kraterin Voragine, ndërsa lëkundjet vulkanike kanë arritur sërish nivele shumë të larta. Autoritetet po monitorojnë nga afër situatën, ndërsa udhëtarët këshillohen të tregojnë kujdes dhe të informohen vazhdimisht për çdo ndryshim të mundshëm. Shpërthimi i vulkanit vjen në kulmin e sezonit të pushimeve verore. Kryeministri britanik Andy Burnham ka shkëmbyer disa mesazhe me një person që pretendonte të ishte Suzy Wiles, shefja e stafit të presidentit amerikan Donald Trump. Sipas raportimeve të Politico, Burnham dyshoi për autenticitetin e kontaktit vetëm pas pak mesazheve të cilat më pas u raportuan menjëherë tek autoritetet përkatëse. Downing Street ka refuzuar të komentojë rastin duke deklaruar se nuk jep të dhëna për çështje të sigurisë kombëtare. Incidenti vjen në një kohë kur Wiles ka qenë më herët objekti i një sulmi kibernetik, ndërsa edhe ish-ministri i jashtëm britanik David Cameron ishte mashtruar në vitin 2024 nga një person që u paraqit si ish-presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Autoritetet britanike dhe amerikane mbeten veçanërisht të shqetësuara për rrezikun e sulmeve kibernetike dhe mashtrimeve përmes komunikimeve elektronike të zyrtarëve të lartë.
Aktoria amerikane Hayden Panettiere ka ndruar jetën në moshën 36 vjeçare. Kjo është konfirmuar nga familjarët dhe bashkëpunëtorët e saj të afërt. Babai i saj e përshkroi atë si një dritë të jashtëzakonshme dhe një forcë të natyrës, që sillte gëzim tek ata që e njihnin dhe ata që e ndiqnin. Shkaqet dhe rrethanat e vdekjes së saj ende nuk janë bërë të ditura. Panettiere u bë e njohur për rolin e Claire Bennett në serialin Heroes dhe të këngëtares muzikës country Juliet Barnes në Nashville. Ajo u shfaq gjithashtu në filma të njohur si Remember the Titans, Scream 4 dhe Scream 6. Ervin Skela ka surprizuar Paris Saint-Germain duke bërë për vete trofeun e Superkupës në Francë. Skuadra ku ndihmës trajner është legjenda shqiptare Ervin Skela mundi 1-0 parizjenët që vetëm pak ditë më parë fituan Superkupën e Evropës. Një sukses i jashtëzakonshëm ky për ekipin e Lens dhe ish me sfushorin Kuqezi, që tani ka nisur edhe të lërë shenjë në skuadër. Surprizë e madhe në futbollin francez. Lens ka mposhtur 1-0 Paris Saint-Germain dhe ka fituar Superkupën e Francës. Për herë të parë në historinë e klubit, heroi ishte Florian, që realizoi në minutën e 32, ndërsa vendasit luajtën me një lojtar më pak për më shumë se 50 minuta, pas daljes me karton të kuq të Kylian Antonios. Paris Saint-Germain, që vinte pas triumfit në Superkupën e Europës, dominoi në zotrimin e topit dhe kërkoi golin e barazimit, por pa sukses. Në fund edhe parizjenët mbetën me 10 lojtar pas përjashtimit të Nuno Mendes. Kjo fitore ka dhe një aromë shqiptare. Në stafin teknik të Lens është dhe ish mesfushori i kombëtares Ervin Skela, i cili këtë verë u bashkua me ekipin e Dino Topmüller si një nga ndihmësit e tij. Skela kaloi 6 vite në akademinë e Eintracht Frankfurt dhe tani bën hapin e madh në futbollin profesionist. Dhe debutimin e elit nuk mund kishte nisur më bukur. Skela dhe Lens rrëzojnë Parisin dhe ngren trofeun e Superkupës, që për herë të parë në histori shkon në duart e klubit nga veriu i Francës. Në Pekin, 2000 robotët humanoid po bëhen gati për një nga kompeticionet më të pazakonta sportive në botë. Më shumë se 666 ekipe do të garojnë në futboll, në atletik, në ping-pong dhe sfida të ndryshme. Me pjesëmarrës nga 16 shtete, mes tyre SBA, Gjermania dhe Japonia, sporti po hyn zyrtarisht në një epokë të re. Futbolli nuk është më vetëm për njerëzit. Në Pekin, robotët humanoid kanë zbritur në fushë dhe po bëhen gati të shndërrohen në protagonistët e një prej eventeve më të veçanta sportive në botë. Në një seancë stërvitore, robotët luajtën futboll dhe jo vetëm. Ata sfiduan edhe në ping-pong përpara nisjes së lojrave botërore për robotët. Shifrat janë breslënse dhe interesi sa vjen dhe shtohet. Vetëm këtë vit marrin pjesë 666 ekipe dhe më shumë se 2000 robot, një rritje spektakolare krahasuar me vitin e kaluar, kur ishin vetëm 280 ekipe dhe rreth 500 lojtarë të hekur dhe me memorie të inteligjencës artificiale. Në garë janë edhe ekipe ndërkombëtare nga 16 vende e rajone në 6 kontinente, përfshirë fuqitë e robotikës si Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Japonia. Kompeticioni përfshin 51 disiplina, nga sprinti 100 metra, kërcimi së larti e së gjati, deri te sfida në fabrika, hotele, ambiente shtëpiake dhe misione të kërkim shpëtimit. Një sport i pazakont, por që duket se po na tregon diçka shumë të qartë, e ardhmja e sportit mund të mos jetë vetëm për njerëzit, por edhe për robotët. Të nderuar televizionistë, ne këtu kemi përfunduar. Për zhvillim të fundit na ndiqni në faqen tonë të internetit adycnn.com. Faleminderit për vëmendjen.